kemi Donat Lushakun që na vjen nga Drejtoria e Mobilitetit, zotri Avdol Brajshori, transportuesit private, po ashtu zotri Muhamet Hasani nga trafiku urban. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se Shumë kënaqësi që ju kemi këtu, zotri Lushaku na tregoni pak çka është kuleta digjitale, është një risi në trafikun urban apo jo dhe çka mundën me përfitu shërtarët? Kuleta digjitale është risi e transportit urban të Prishtinës, është një projekt që ka filluar më herët në kuptimin e përgatitjeve, organizimit dhe gjatë muajit gusht e shtator kemi pasur edhe trajnime specifike qoftë me punëtorët në menaxhmentin e trafikut urban, gjithashtu edhe me ata të sektorit privat dhe kemi arritur që gjatë muajit shtator, sa kujtojmë 15 ose 16 shtator ta lansojmë dhe kjo është një risi në kuptimin e shfrytëzimit të biletës në mënyrë digjitale, pra pagesës së saj në mënyrë digjitale, ku bëhet verifikimi me quajtur biometrik, tokenizimin në kuptimin që mjetet pastaj si me quajtur janë aty në kulet digjitale dhe pagesa është krejtësisht digjitale dhe kjo risi ju ka shërbyer sidomos moshës së re, pra prej 18 deri diku rreth 30 vjet që kanë përdorur në një formë mjaft avancuar dhe në kuptimin të shpeshtë. Gjithashtu, po muaj i parë sa kujtoj ka qenë falas, pra kemi bërë një fushat në kuptimin që të instalohet sa më shumë. Instalimi i saj është shumë i thjeshtë, pra qoftë në telefonat Android apo iPhone mund të bëhet një veprim i tillë, pastaj të përdoret në baza ditore, mujore, krahase. Deri tash çu ka qenë përdorimi mjaft i mirë, ka pasur disa ngecje teknike sepse është hera parë që po përdoret dhe sigurisht ky 3 mujor i parë gjithmonë është testuar. Është kjo që po flasim apo? Saktësisht, është ajo që keni paraqiten edhe jo. Instalimi është shumë i lehtë e pastaj përdoret në të gjitha linjat, qoftë të trafikut urban, qoftë të transportit privat. Për moshat e tjera ka qenë më vështirë kjo, sepse edhe pensionistët janë ata të cilët kryesisht edhe përdorin. Siç po e shohim kohët fundit, shumica e moshave pavarësisht kategorive ndryshme përdorin telefonin e mençur dhe është tepër e lehtë me u përdorur me u instalu dhe po besoj se kur t'i nxjerrim statistikat pas 100 ditëshit pra të përdorimit, vim pastaj edhe me kategorizime se si është përdorur, sa është përdorur, si edhe ngecjat që do t'i rregullojmë e që përfundimisht nga anari ta kemi edhe funksionale në mënyrën më të mirë dhe më të plotë. Ne nisëm me diçka të mirë, folëm për kuletën digjitale, edhe pam duke funksionu edhe autobusët në këtë rast. Çush është gjendja për momentin? A janë gëzuar qytetarët që u rikthyen linjat tashmë këto linja të udhëtimit dhe cilat janë biletat më të kërkuara? Faleminderit për ftesën. Pikë parë në emër të trafikut urban, kërkojmë falje të gjithë pasagerëve tanë për 9 ditë që s'kemi mujtë të kryjmë shërbimet tona, për qëllimet tashmë ditora, mirë po pas këthimit, domethënë fillimit punës, ne është pritë shumë mirë dhe ka një mirëkuptim jashtëzakonisht mirë, kështu që edhe ditët e mbetura, domethënë të abonimit, na edhe do të rimbursojnë, për gjithë ato ditë do në thonë që asë kanë mujtë me shfrytzu gjatë kohës protestës. Pra po flasim në qësë se dikush ka pas një bilet për një kohë të gjatë ose abonimin, po brana një mujoret në kohën kur ka fillu e protesta, do më thonë në qësë se në ditë s'ka udhëtu, do të rimbursohet. Nëse ka pas, mrena qësoj kohët saktume, do të rimbursohet, do më thonë. E pash një postim cilat ishin pikat, kiosat e vendosura, po besoj ashtu ku mundën me u afru furnizume dhe me operatorët privat, nëse veç janë të furnizume atje, në çdo pikë ata ku janë furnizuar aty edhe e kryjnë shërbimin e, domethënë, të abonimit, të rimbursimit kohës kur s'është kry shërbim për ta. U rikthyem në punë për shkak që mjetet kanë fillu të dalën, kanë dalë gjitha apo veç se kanë filluar? Ajo është një pjesë tjetër që veç po dihet për çka ka qenë edhe greva, mirë po sa përket qytetarëve është një mirëkuptim shumë i mirë me ta, edhe kështu që kemi fillu prapa aty ku kemi mbet, do të mundohem si të herë të kryjmë shërbime sa më mirë, sa më cilësore dhe më të lehta për ta. Ndërsa transportuesit private dhe ata pra i bashkuan grevës në këtë rast edhe ishin 9 ditë grevë. Pse ndodhi kjo edhe në këtë rast tash me rikthime në punë, cilat linja po vazhdojnë të funksionojnë? Po bashkangjitja me transportin dhe më në përgjithësi, në këtë rast me trafikën urban, dhe më në si operator publik dhe një si operator privat, dhe më në ka qenë në dëmërzashme për arsyet një orë atash,
Domthonë, kjo ka qenë një organizim nështë i pari i këtij llojit, marrë parasysh se përpara s'kena pas kësi probleme kaq të thukta apo kaq serioze. Organizimi ka qenë i mirë, qëllimi veç është mbërri, domethënë për më realizue vetë objektivat tona, çështja e pagesave, domethënë veç ka filluar komuna me aloku mjetën, domethënë gjerë llogarit kompanive. Kjo është mirëpritje jashtëzakonisht shumë për qytetarëve, domethënë kthimi i transportit, marrë parasysh se ata kanë vujt shumë në periudhën 9 ditore. Kjo është shumë serioze për një kryeqytet, një fshat me qenë kur s'ki transport, domethënë është jashtëzakonisht anomali që i shkakton qytetarëve dhe është kosto shtesë, por në këtë rast krejt kryeqytetin, domethënë siç e potencuam më herët që bisedum, domethënë kjo është jashtëzakonisht shumë e vështirë, po megjithatë u kthye normalizu transportit dhe shpresojmë të mos ndodhë më. Uroj që mos ndodhë më dhe mirë që nuk zgjate edhe më tepër, sepse zakonisht të grivat dim pastaj të zgjatin, po si të qoftë në një anë kemi vënë interesin e qytetarëve dhe kemi vazhduar të funksionojnë tutje. Linjat me të cilat funksionojnë në kryeqytet janë çdo herë të sakta dhe mundemi me i gjetë online. Unë për vete ju tregova edhe më herët që nuk është se udhtoj shumë me transport publik, prandaj edhe ndoshta edhe nuk jam se i di, po si do qoftë e di që munden me shiku edhe kanë orarin. Janë sakta apo jo? Sa përket trafikut urban, të gjithë pa autobusit e trafikut janë të pajisur me GPS, e kanë edhe aplikacionit të shkarkuar dhe në telefonat e mençur, ku saktësisht mund të dinë se ku gjendet autobusi dhe për sa kohë rrin stacionin ku ai është duke pritur. Do të thonë janë sakt, duke përjashtuar kushtet e rrugës që janë kolonat e ndryshme sene, mund të jenë vanesat, për ndryshe domethënë orari është shumë i saktë. Dhe të njëjtat mundohen që të mbajnë edhe Bashkëpunimi është për shembull kompania Trafiku Urban bashkë me operatorët privat, domethënë llogaritet si një mbredh së bashku me ta që kanë duke operuar me të njëjtën mujore në të gjitha autobuset, domethënë një njëjti vendim që merret vlen si për trafikun urban ashtu edhe për gjithë operatorët, sikur edhe kuleta digjitale tash që domethënë e ka lehtësuar edhe mundësinë qasjen shumë më të lehtë, kështu që dikon 60% më pak kemi në shpenzim, domethënë në çështje fizike mujore që kanë kaluar nëpërmes kuletës digjitale, kështu që edhe janë kategoritë e liruara që domosdoshmë duhet të aplikojnë përmes kuletës digjitale që të prononcohen në autobus me atë çështje. Domethënë veç përmes kuletës digjitale ata mund të jenë të liruar. Persona po. Ne ta pak bërçë edhe për transportuesit domethënë privat, edhe këta janë të inkuadruar në platformë domethënë elektronike digjitale dhe gjithë janë të pajisur me GPS. Dhe është e njëjta domethënë vlen procedurë që mund gjithë domethënë me shkarku aplikacionin dhe më informu ku gjendet domethënë autobusi apo linja që dëshirojnë me udhëtu me ta. Domethënë kjo është tash në kuadër të komunës si domethënë trafik urban si operator privat dhe funksionon domethënë me një trajektor, domethënë është jashtëzakonisht sistemi mirë dhe është jashtëzakonisht diçka e re tek ne që s'ka ndodhur kur pas në Ballkanin perëndimor që akomojt në vrejtë dhe në shumë shtetet e Evropës nuk aplikohet një gjë e tillë. Kjo është një shërbim që ka afruar qytetarët, është jashtëzakonshme, pavarësisht sfidave domethënë që në këtë periudhë janë derisa stabilizohemi domethënë edhe me të gjitha aspektet, edhe me platformën elektronike, kuleta digjitale që është jashtëzakonisht shumë e mirë. Po në përgjithësi po them Cilat kanë qenë kërkesat e tjera tuaja si operator privat? Po kërkesa e vetëm është domethënë mu stabilizu në aspektin financiar. Në momentin që stabilizohen në aspektin financiar, gjitha vijnë gradualisht në bashkëpunim me komunën, domethënë që është kontraktuesi jonë, që na ka kontraktuar për këtë marrëveshje që kena bërë prej një janarit, dhe të gjitha vijnë gradualisht. Neve na nevojitet një trase, domethënë e veçantë për linjat e ndryshme, domethënë përgjithësi që oferojnë Prishtinë. Dhe kishte me qenë dhe lehtësim për arsye se vonesat që shkaktohen janë pikërisht për këtë arsye. Domethënë që nuk është linja e veçantë, sikur që është në perëndim, domethënë që vlen vetëm. Tashmë ka filluar edhe në disa pjesë të kryeqytetit. Ka filluar në disa pjesë, por kjo duhet domethënë në gjitha pjesë domethënë me kohë praktike dhe funksionale. Jem domethënë në kontakt. Sepse besoj që kjo i mbet pak edhe anës së qytetarit sa e respekton këtë sa i përket çështjes së respektimit, domethënë aspektin ligjor do të më ndërhyj, sepse ke persona plot që nëse nuk e prek ligjin,
ose nuk dëshkohet për ligjin, ma mirë me thonë, a i vazhdan me shkel ligjin, dhe kështu që besoj që me kalimin e kohës se këto kanë më rregullu, dhe kur të kemë trasejnë në veçantë, jam bini që dhe vanesa s'ka as pak. Po. Dhe mund gjithë shka regullohet. Deri më tani gjendja ka filluar të qëthot dhe jemi rikëthy për sëri në punë, edhe saj për këtë operatorëve private dhe edhe publik, do të shtohen linja të reja, ka diçka tjetër që do të vi rrisësi si vjetë, ose vitin ashëm në fakt se Përparësia fillestare është që pat unifikim kuptimin edhe të komunës dhe të operatorëve qoftë trafikut dhe operatorëve privat që protesta që u zhvendos tek me qëjtë blokusit pati e sukses. Për të isaj, du të me finanderu edhe gjithë asamblesë të patalim partijak që kaloj edhe bartja e bugjetit, aja mundësaj pastaj edhe një zhbllokim financiar, që ishte vërtet një blokad e kodë për që ndodhe u të i kalu, dhe tash veç ka fillu alokimi i mjetëve për krejt operatorë dhe po besojmë që deri në fund muajit i përmbyllim gjitha borxhet. Sa i përket pjesës tjetër të linjave të reja, do ashta me cek, sepse përveç kuletës digjitale, me 15 shtator, ne kemi fillu edhe me lancimin e linjave regionale dhe sekondare, që nuk kupton se linjat sekondare kanë qenë linja që do të shërbejnë lagjeve të qytetit. Pra lagjet si Sofalia, Avala, Bledi, Tasligja, kështu me radhë, për herë të parë do të kenë minibus me qëtë, sepse edhe lagjet janë të tilla në kuptimin e rrugëve të ngushta dhe jo se cila gjatësi e autobusëve mund të jetë e pranishme atje. Dhe kjo është një përgjithësive të cilën po e përdorim mjaft shumë qytetarë të këtyre zonave. Në fillim nuk kanë qenë mirë të informuar për çka edhe kemi rregulluar çështjen e orarit edhe të informimit dhe tashmë këto lagje vetë se po e përdorin një minibus të tillë dhe shtu kërkesa edhe për lagje të tjera. Gjithashtu kemi zgjatë disa linja në për fshatra, si që janë fshatrat Besi, pastaj në Radashet, se kështu më radhë. Dhe ndërsa, po shpresojmë që vitin e ardhshëm të kemi një me qujtë ridizajnim ose reorganizim të linjave, ku do të kemi unifikim të tyre, linja të reja, si dhe krejt në fondat që e thanë edhe parafol, që traseja e veçantë që ne vetë se kemi fillu me disa shenjëzime që janë pra hapi parë drejt krijimit të traseve, se me thënë vetë se është e krijuar, por që duhet më shumë vetëdijsim dhe respektim, që në disa raste kam pasur një gjë të tillë, sepse duhet të shohim edhe gjërat pozitive, sidomos tek rruga Enver Maluku, sa që edhe personalisht vetë ndodh që në shumë të rasteve trasea autobusit jetë e lirë, por që kuptohet ne kemi pasur edhe bashkëpunimin dhe interesimin në policinë që dalim të fillojmë me gjoba, por nuk kemi dashur që me njëherë, pra si kemi bërë pa e kuptuar qytetarë, që të ketë një fushat vetëdijsus, ose të lëmë të lirë në kuptimin që të shohim se sa po respektohet, e pastaj nga janari vitit tashëm të fillohet edhe me gjoba, qoftë për trasen e autobusëve, qoftë edhe për yellow boxet që kemi vendosur në një pjesë të mëdha të qytetit. E pasaj po besoj se me shqiptimin e gjoba do të ketë vetëdijsim dhe traseja do të jetë e lirë. Nëse edhe ajo nuk është e mundshme, duhet gjejmë forma tjera që ta veçojmë atë pjesë, ashtu që qoftë autobuset e trafikut urban dhe operatorët privat të operojnë shumë lehtë dhe madje të arrijnë ndoshta para kohe. Po, kjo i bën që ata të jenë saktë, të paktën edhe mos zvonohen edhe po ashtu edhe të shtohet edhe numri i udhëtarëve në këtë rast, sepse është më e leverdishme të udhtojmë me transport publik se sa të marrë makinat tona. Konsideroj se me krijimin e trasesë, pastaj edhe shtimin e supersaksisë, sepse unë konsideroj se edhe në këtë fazë ka respektim të orarit dhe saksisë autobusëve të dy, edhe të sektorit privat dhe publik, atër do të ketë interesim të shtumë edhe të publikut, qytetarëve që ta përdorin, sepse e din që më lehtë dhe më shpejt dhe më lirë lëvizin me trafik transport urban se sa me veturat e tyre personale. Nga cilat lagje, nga cilat zona i kemi udhëtarët më të shumë, numrin më të madh të udhëtarëve dhe cilat janë biletat më të shitura. E di që ka lirime nga pagesa, përmendëm edhe më herët, edhe i është mundsuar edhe përmes kuletës digjitale, po ashtu edhe përmes biletës që e përdorin për dy drejte. Këto janë mundsuar dhe kanë rritë edhe numrin e udhëtarëve. Po në cilat zona ka më shumë të? Zakonisht zona më shumë të ka kryeqyteti, që ka primatin për qendra sidomos, janë edhe zonat periferike, si që është Matiqani dhe Bardhoshi tashmë. Këto janë zonat më shumë të që shfrytëzojnë, edhe si numër më i madh që është i dalluar. Zakonisht tash edhe fshatat edhe këtë kanë qasje biletën integruese që është 13 euro gjys, që i përfshin gjitha linjat
në trafikut edhe operatorët privat, do me thonë pa limit, pa kohë saktume, do me thonë brenda një periudhës 30 ditore. Për një muaj mundën me përdor pa limit gjatë të ditës. Brenda kohës kur do që operojnë autobusët. Këto mundësi e bëjnë edhe shtetarin që të ndihet më komod, ta kursejnë në anën tjetër xhepin e tij apo të saj edhe... Qytetarëve ju ka ofruar një mundësi shumë e mirë, që i kanë për shembull edhe tashmë edhe me kuletët digjitale, për gjeneratën e re që kanë mundësi me shfrytzu dhe njohin si teknologji, po është edhe një gjeneratë që është pak më e shtyme, që nuk ka mundësi me përdor, për shembull kuletën digjitale, është edhe bujorja fizike, që është, do më thonë, edhe e vlefshme edhe me qasje për ta. Si do qoftë tash se cilin, dështë kemi gjyshe, munde me pak ku me ndo për ta, me shpjegu edhe këtë pjesë. Kuleta digjitale ja ka mundësua që edhe pensionistet me pas qasje në ta, mirë po na lëshojmë edhe kartelën fizike, që ata, do më thonë, kush nuk ka mundësi për mes kuletës digjitale me pas qasje, e ka edhe kartelën fizike, që është me logo trafikut edhe është pa kod saktume, do më thonë deri me një vendim të komunës. Unë e shkarkova aplikacionin, si do qoftë pastaj duhet të registruojme dhe të kyqim të i vendosim dhënat në mënyrë që të vazhdojnë tutje, për ata të cilët ndoshta nuk e kam pas këtë informat, me qënë se ka fillu të funksionoj prej shtatorit të këtij viti, munden i tash edhe me marrë me shkarku aplikacionin, bën edhe tek iPhone-ët dhe tek Samsung-ët, për dikët që ndoshta e ka pak ma të vështirë me përdor, i duhet 2-3 ditë derisa të thoj dhe ta kuptoj të kthehemi në këtë normalitetin nga diçka fizike që e kemi në dorë, pastaj të kalojnë në telefonat digjitale. Ju falenderoj shumë për kohën, falenderoj për informatat, uroj që ta përmbyllin një vit sa më të mirë dhe të suksesshëm, një vit ku qytetarët edhe udhëtarët të ndihen mirë dhe të kalojnë pastaj tutje edhe vitin e ardhshëm bashkë me ju. Shumë kënaqësi që u takuam. Falenderoj për kohën edhe një herë.